Përshëndetje, ndodhemi në Prez, 20 kilometra larg Tiranës, në një fshat me histori që nga mesjeta. Këtu ndodhet kalaja shumë vjeçare, e cila vizitohet nga shumë turistë huaj dhe shqiptar. Kjo kala daton kryesisht në shekullin e 15, por disa studiozues thonë se fortifikimet janë akoma dhe më të vjetra. Brenda rrethinave të kalasë së Prezës ndodhet edhe një xhami shumë vjeçare, e cila i përket periudhës së Osmanëve. Jemi këtu me zotin Kasem Hafizi, imam i xhamisë së Prezës. Zoti Hafizi, përshëndetje. Faleminderit. Kënaqësi të jem me ty sot, teksa doja të na tregoja pak sa për historinë e Prezës. Po fillojmë aq sa dim. Baba im ka qenë nga dietarët e njohur të kohës. Dinte jo vetëm turqisht, arabisht, persisht, shqipen po e po. Edhe takuar me dietarët kohës. E keqja jonë është se këto janë gojdhana. Dokumente nuk kemi. As për ndërtimin e kalas, as për ndërtimin e xhamisë, as për shumë gjëra tjera. Se si është e vërteta, nuk e dim. Ne themi ato që kemi dëgjuar. Preza në kohët e vjetra ka pas kala, me që ka pas kala, patjetër që ka qenë shumë e zhvilluar. Këtu brenda kalas kanë qenë ndërtesat, shtëpit e të pasurve me fjalë pronarëve të kalas, që dhe sot kërkojnë nga Tirana, mos a janë pronarët e dikurshëm të Prezës. Me që ka qenë kala, ka pas zhvillim. Në kohën e zogut themine, ka qenë komunë. Preza edhe prej këtu ishmi 20 km më larg. Të tjerët nuk kanë qenë dëgjuar. Vorës ka qenë fare, Fushkruja fare, Tirana e Vockël fjale vend, Shijaku ka qenë Durrësi pastaj edhe Kruja, këto ka qenë të zhvilluara. Ma aq kam arrit të mbajnë dhe me nunë, që jam 80 vjeç, për ditë premte i themi bëjt ditë pazari. Pazari e sheshi poshtë, mushej me njerëz me artikuj nga të gjitha llojet. Ushqimore, industrie, industrial, kafsh, plotë për plotë me fjalë. Vini njerëz për tregti, nga Shijaku, fshatrët, rrotull, gjithë mbushen me fjalë plotë për plotë. Ka pas dy xhamia, edhe xhami tjetër, edhe faleshin shumë, po ishte si qendër. Thuhet që kalaja është sipas inxhinierëve teknikëve që është ndërtuar më para se 2000 vjet në kohën e romakëve. Nuk dihet se kush janë ndërtuesit fjala vjen. Disa herë nga pushtuesit është prishur, rindërtuar, edhe ka ardhur në gjendje që është sot. Për sa i përket xhamisë, mendohet që është ndërtuar ku kanë ardhur turqit që ne kanë pushtuar më shumë se 500 vjet përpara. Përpara ka qenë kish, se dhe populli ka qenë kristian. Me ardhmën e turqëve u kthyen në musliman, edhe kisha u kthyen në xhami që është sot. Që ka qenë kish, e kthyen në xhami, është një diçka e veçantë. Ka qenë e vogël fillimisht, atje rreth 5-8 metra, fjala vjen se njerëzit që falshin pak, duke u shtuar njerëzit, u shtua 3 herë që është zmadhuar sot. Është me 3000 rabë në xhami e veçantë, me 3 vende faljesh. Është kjo që kemi sot. Ka pas e ka dytë, katën dytë nuk e kemi më. E ndërtuan turqit tani, edhe është kjo që kemi sot. Kryesisht populli i Prezës merrej me bujqësi edhe blegtori, sa ato ishin dy profesione që kishin ne. Popullsi ka pasur shumë, lindje ka pasur shumë, mesatarja 7-8 fëmijë për familje. Në kohën tim që mbaj mend kemi pas shkollë nga Kopshti, unë kam qenë në Kopshti, megjithëse jam 80 vjeç, ka pas në Kopshti Prezë në atë kohë. Nga Kopshti deri në klasën 12, mesatarisht 50-60 nxënës me fjalë, nga dy paralele të gjitha. Nga dy paralele të gjitha. E çfarë themi? Sa ka qenë popullsia e Prezës në kohën e diktaturës dhe sa është tani? Rreth 7000 banor, ish komune e Preza, rreth 7000 banor. Tani mund të jenë rreth 2000 banor. Po amba problemi i madh se nuk kemi lindje edhe kur as martesa. Mund të ketë një lindje në fshat ose fare në vit. Një lindje në vit në fshat ose fare. Kemi 7 fshatra si komunë, shumë pak lindje. Po patëm pak lindje, kemi edhe pak nxënës në shkolla. As nga një paralele, pa shkon deri në bashkimit të klaseve, jo më 2, po as në një të Vockël. Për sa i përket kohës edhe para viteve 90, flasim atë që është,
ka qenë shumë e zhvilluar bujësia kenese, kryesisht bujësi keshim. Qushim kooperative tipit lartë me fjalë. Po shikoje këtu në mbrëmje para perëndimit diellit ose në mëngjes kur lindte dielli, çfarë shikoje poshtë? Me që ka pozicionin kalaja, lloj-lloj ngjyresh parcelet. Nga koha e grurit në ngjyrë gjelbër deri kur vinte për të korrur në ngjyrë të verë. Hapsut më tanë gjeje tufët e lopëve mes tallave. Më tanë tufët e deleve, plotë për plotë, shikohen gjy nga sipër. Vreshtet e rrushit në përkodra me vete, parcelet e tjera me gjithë prodhimet, dilte serat, plotë për plotë. Mushi kamionet për eksport me fjalë, lloj-lloj prodhimesh. Shtëpia, urdhri ishte poshtë, urdhës hekurudhore, mos ketë shtëpi, edhe ndërtoi shteti pallatën në cep Kodrës, edhe familjet që ishin poshtë do të dinë të gjitha, do të dinë lart. E pothuajse u mbaruan kur erë 90, pothuajse u mbaruan shtëpitë poshtë. Ishin vetëm parcelat që kishe dëshirë të shikoje. Edhe bletë rritës mirë pas, po shkosh ke parku i bletëve, ishin vete. Tani në kohën e verës tektonte i bletë rritë si Nureddin Halili, mi fjalë shumë i mirë ka qenë. Të gjitha sektorët që kishin, çfarë më mirë se tjetër, çfarë sprodhohej këtu. Edhe populli që thosh kishte dashuri me njëri tjetrin, me që ishte punonin së bashku, shkonin për vizitë ke njëri tjetri, për të mira, për të liga, plotë për plotë. Po të dalë në aspektin kulturor, kemi pas edhe shtëpi kulture, bënin estradë, edhe pjesë teatrale, pëllës janë lutur në këtë zonë, ku fshatarët bishin, shikonin, edhe kënaqeshin dhe për argëtim. Te sporti, skuadrë sportiv nga gjitha, volleyball, peleven basketball, e futboll më shumë. Konkuronin më shkallë rrethi, plotë për plotë. Qatë numërim, lloj me fjalë. Po të dalë, mos në 90-sh kemi shumë këthim prapa. Kejtë në vjen, nëse ecim për para, vitet shkën për para, nërsa ne kemi shku prapa. Me çfarë merren populli i Prezës ditët e sotme? Po që themi, në radhë parë s'kemi njerëz. Kultivohet përveç ullirit? Në radhë parë s'kemi njerëz. Ulliri është, aja është një kulturë mirë e vjeçare. Janë ullit mëdhenj që nuk dihet me fjalë se sa janë. Edhe kur prodhojnë, me problemi madh është për edhe për të mbledhur. Problemi madh se mungon shumë fuqi e punëtore për të ardhur keq. Vitin që kaloi, disa fshatarë morën për të mbledhur ullit emigrantë që kanë ardhur nga vendet e tjera. Në fshat, në Prezë, të mbledhin ullit emigrantë për të habit, se s'ka kush i mbledh. Disa tjerë kanë lënë pa mbledhur fare. Edhe keqja është se ajo që thamë më përpara në pjesën që është fush, filloi ndërtimi edhe është mbushur me shtëpi dhe ne s'ka shefën. Nga parcelat ishin kishe dëshirë të shikoje për bukurinë që kishin, tash është mbushur me një shtëpi këtu 1000 kilometra, po të paktën grupura, të ishin gjyteze të vogla siç ka bota, po ne kemi shpërndar që mos e pyet. Kuptova. Sa është zhvilluar bujqësia dhe blegtoria në këtë kohë? Shumë pak. Shumë parcele kanë mbetur të papunuara fare. Kanë bërë nga një tabelë të shitet, duan të shesin se është babës, edhe të marrin lekët, edhe shumë pak grur shikohet që është mbjellur, shumë pak mise se mungon ujitja. Kishim 2-3 liqene artificiale, edhe ujitjen furt tani ato, se nga janë, nuk e di, nuk funksionojnë më. Edhe s'ka, pas pat ujitje, edhe bujqësia është dobët. Kafshët pothuajse janë mbaruar kafshët. Me lopë, me dele, pothuajse janë mbaruar, edhe kafshët e tjera. Zhvillimi i bërit vetën, hyrin makinat, transporti, po kemi shumë pak zhvillim. Më shumë kemi emigracion. Për emigracion jemi të parët. I shikon shtëpijet, vilet, bele 2-3 kaqe të bukura, kush më bukur se tjetra, po njerëz brenda nuk kanë. Emri qyteti Feniks lidhet me faktin që është shkatëruar dhe rindërtuar disa herë përgjatë historisë. Jam me zotin Shazim Mesiti, kryetari i Këshillit të Prezës. Zoti Shazim, do doja të na tregoje paksa nga historia jote këtu në Prezë. Jo, nuk mund të them jo, vetëm do ju jap librin të skuadronëve Nera e Prezës.
do t'ja jap librin, me kushit me ktheni. Ajo është preza. Dhe nuk ka nevojë me fol as unë, as kërkush. Këto letra kanë ardhur nga Shkodra. Dhe edhe preza ka qenë vend i parë në atë kohë. Pastaj, për gjithë prezën dhe për gjithë Shqipërinë, u shkatroi çdo gjë. Dhe këtë ne duhet ta pranojmë. Pse? Preza, s'dumne, ka qenë para Pezës, para Kasharit, dhe ka qenë i vetmi vend që u bëshin tregti gjithë nga Ishmi deri në Kashar. Veshin u bëshin tregti këtu. Ne kena pasi dyqan aty. Ata e ka i çunit Gjajt. Por ne kena punu me ndërgjeje, presion. S'ka pas asnjë presion për keq. A hecin, as hecin, nëse i gjonat, ne mund bëjmë edhe gabimet, që mund në ndeshkojnë shumë, por që ne rrim rahat. Ja, kjo preza e qetë fare, pa asnjë lloj e kujvoku për keq. Për keq, i në bon vetëm një gjotë keqe. Kur shoku Berisha në mur pronët e në la pas i pronë, ishte fatkeqësia më e madhe që mund të kesh preza. Jo vetëm preza, po gjithë. Zoti Qazim, do doja të na tregoje me çfarë merren qytetarët e prezës, çfarë kultivojnë? Pjesa e shitësëve ose dyqanëve, duke filluar edhe nga Palaqi, edhe preza, edhe Gjeçfusha, se preza nuk është vetëm prezë. Kine dhe me taj gati, ma shumë se sa ne. Sepse prezionet pjesa kryesore e njerëzve të ikën. Unë kam pas 2 çunë dhe i gocë. Shonzi dhe Jeta, i bona, i martova, u bonë në fëmijë. Hikën në Itali. Kam i vilë 4 kaçë, hate ta shofim, vetëm u më grunë. Si mund të shumë? Prezion tjerë, ato që jenë mësu me punu pak në për shpijet, i mbaj. Që dunë? Dhe kokra dhe modë, hajde të shohim ke shpijime. Mu që më shef, që më s'kam punu kur një herë, gjallë në botë. Hajde shkem ke shpijime, jenë botë dhe modë këta kaqë. Jenë botë spetë ato që. Kam një gru shumë të mirë, jenë nuk ka shumë. I thamë, mos bëzonjës, shkoj punoj vetë. Kur do dalë, në 5-6, se nuk dilë të shi. Pak më mrapa, se kruja. Ka qenë bo kruja për para. është bo preza, është bo dhe peza, ajo petrela. Edhe është morë dhe berati me të, po më thëmi. Këta janë eksakta, nuk ke jonë, pa asi nuk mund t'i kthej. Sepse shkresat ose fjallet u meshin nga kruja, veshin prez, shkojshin në petrel, shkojshin në berat. Por në të njëjtën kohë ka qenë edhe i kish në ishëm. Edhe këtë duhet të dini. Ju momentalisht, në çfarë merreni tani në këtë moshë? Aktualisht, jam me gruan, punoj pranë shtëpisë edhe pranë ullinjës. Sepse ata mi kalon baba, janë 100 rojnë ullinj. Jemi detyru, unë me i dhonë dikujt, po që për t'i morë le të morë. Por ata nuk kanë fuqi me mora si gjo. Ne, si prez, ka qenë për herë e mirë dhe për herë e zhjumë.
Zonja Naile, do na tregoni pak se si e kaloni ju ditën tuaj këtu në Prezë, çfarë bëni dhe cila është përditshmëria juaj? Mirë se erdhët në Prezën tonë të bukur. Preza është një vend historik, me histori të lashtë. Dhe që thëmë, tani është një vend piktoresk. Unë jam banore e Prezës, martuar nga 54 vjetë të më Prezë. Me 3 vjetë korrik, bëj 54 vjetë. Jam nëne 3 fëmijëve, të 3 të martu, kam 4 nipër, e 3 nipër i mbes. 4. Përditshmëria ime e Prezë, këtu në shtëpinë time, është zgjona në mëngjes. Dali herë në balkon, sa disë natyrën. Lulet, bacen, pastaj i brenda. Veprimet që bëhen për mjesje, edhe bëjmë që shfarë kolecione. Ha mëngjes, pim kafen me bashkëshortit, ai vazhdo punët e veta, unë shtëpijake, pensioniste, edhe merrem me lulet, me bacen, me pastrim në shtëpisë. Çfarë kultivoni në bacën tuaj? Domate, speca, patlıgjana, tranguj. Më tepër, me të thënë drejt, i kushtohem luleve. Unë, kush e bashkëshorti, merret me bacën. Edhe unë, po, më shumë, ai, i ka merak, unë këtu isha të pastro lulet. Banorët e Prezës me çfarë merren më së shumti? Banorët e Prezës është që kanë net më tepër pensionistët. Çfarë kultivohet më së shumti? Ulliri këtu. Kultura e ullirit, e lashtë. Kanë miell, të shi limona, portokalle, ka 2-3 limona, portokalle në për shtëpia, i gje. Gjithë. Po, e përgjithshme është ulliri. Sa është popullsia e Prezës? Për afërsisht, le të themi. 6.000 duket. A ka pasur rënje nga vitet e demokracisë? Se kanë hikë të rritë, kush të shtoj popullsinë? Tu kanë me lagja jonë, mosha jonë. Nga kalaja e Prezës duket edhe qyteti i bukur i Tiranës. Në ditët edhe më të kthjellta duket edhe më qartë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.